Në vitin 2003, kur industria shqiptare e ftohjes punonte me gaze që dëmtonin ozonin apo kishin efekt të lartë serë, fabrika relativisht e re e birrës Stella në Tiranë ndoqi një standard tjetër, atë të fabrikave të mëdha europiane të birrës. Zgjodhi teknologji ftohëse me amoniak e përdorur në këtë industri që për shekullit të 19. Atëherë kur debati mbi klimën as që imagjinohej. 23 vjet pas këtij vendimi, sistemi është ende në punë. Kjo është zona e kompresorëve që funksionojnë me amoniak. Në fabrikën tonë ftohja është etike për procesin e fermentimit të shëruarjes. Nuk është thjesht një zgjidhje morale, është edhe një teknike dhe ekonomike. Pasi nëse këto sisteme mirëmbahen mirë, mund të zgjasin 30-40 vite, shumë më tepër se sisteme që përdorin gaza sintetik, të cilët vjetrohen shpejt. Por fabrika nuk u ndal me mirëmbajtjen. Menaxherja e mirëmbajtjes teknike tek Birra Stella tregon si është automatizuar sistemi për të rritur maksimalisht sigurinë. Ne aktualisht kemi të instaluar sensor në pikat kyçe të dhomës së makinerive, të cilët detektojnë edhe rrjedhje më të vogël. Gjithashtu janë të instaluar ventilatorë industrial që bëjnë pastrimin e ajrit dhe aktivizojnë automatikisht në rast se ka një problematikë të caktuar. Megjithse amoniaku kërkon standarde të larta sigurie, përfitimet ekonomike që sjell e justifikojnë plotësisht këtë zgjedhje. Për pjesën e eficiencës dhe ruajtjes së energjisë, absolutisht ndikimi është shumë pozitiv, pasi amoniaku konsumon rreth 15-20% më pak energji krahasuar me sistemet që përdorin freon, duke ulur ndjeshëm kostot fikse të fabrikës. Por përveç se kursen energji, amoniaku ka edhe një përparësi tjetër në industrinë e ftohjes. Me ndikim zero në klim, amoniaku njihet ndërkombëtarisht si një nga alternativat natyrore që amendamenti i Kigalit synon të promovojë dhe ndaj tij nuk do të ketë asnjë kufizim, siç po ndodh me gazrat e fluoruar. Për këto gazra do të reduktohen me 80% brenda 20 viteve, duke u bërë shumë herë më të vështirë dhe më të vështirë për të qetur, ndërsa amoniaku është një zgjidhje që nuk preket nga këto kufizime ligjore dhe tregtare. Dhe normalisht duke ndjekur këtë teknologji ne jemi plotësisht në rregull dhe ne rregullojmë ndërkombëtare, pa pasur nevojën që të bëjmë modifikime të shkurtër të ardhmen. Si menaxhere mirëmbajtjes teknike, inxhiniere Cami e di se teknologjia nuk mjafton, sepse pas çdo sistemi të mirë qëndron një staf i trajnuar. Dhe kjo mbetet sfida më e madhe e sektorit, një sfidë në të cilën sektori i ftohjes në Shqipëri sheh si partnerin më të besueshëm njësinë kombëtare të ozonit. Absolutisht, njësia kombëtare e ozonit ka një ndër rrugët kryesore të cilët na shërben për të ndjekur standardet sigurie dhe praktikat e mira. Përvoja e ftohjes me amoniak në fabrikën e Birrës Stella tregon se investimi në teknologjitë e pastra mund të sjellë përfitime afatgjata si për biznesin, ashtu edhe për mjedisin. Por çfarë duhet që ky tranzicion të përshpejtohet në të gjithë industrinë shqiptare? Atëherë që kjo teknologji të përhapet, nevojitet më shumë mbështetje nga shteti, informim që bizneset kuptojnë avantazhet e këtij kalimi. Pasi gazat që sot janë në përdorim do të bëhen gjithnjë më të rrallë dhe më të vështirë për të qetur, ndërsa amoniaku është një teknologji e cila përpose nuk preket nga këto kufizime ligjore dhe tregtare, është një investim i mençur të cilët do të garantojë bizneseve qëndrueshmëri ekonomike dhe mjedisore, patjetër se jo, nga fat të gjatë.